Askush para 4 vitesh nuk e ka menduar dhe nuk e ka besuar se lufta në Ukrainë do të zgjas më shumë se 4 vjet. Ndërsa sot atje kemi një luftë tepër brutale, një luftë që po zgjat, siç thuhet, më së shumti që prej luftës së dytë botërore. Një luftë ku janë bërë me mira krime dhe ku Putini akuzohet për krime lufte, ndërsa Gjermania dhe shumë vende të tjera janë duke paguar një çmim tepër të lartë. Por kjo luftë ka zgjuar nga gjumi edhe Gjermaninë, ka zgjuar nga gjumi edhe të gjithë Europën dhe Bashkimin Evropian. Putini ka shpresuar në fillim se do të marrë të gjithë Ukrainën brenda disa ditësh dhe do të ndërrojë regjimin atje dhe do të afusë nën kontroll këtë vend pa asnjë humbje pak a shumë. E këtë e kanë besuar mbase edhe gati të gjitha qendrat në Perëndim. Nuk e di a ju kujtohet, miq të dashur, por në fillim ka pasur madje edhe oferta për presidentin Volodymyr Zelensky që të largohet nga Kijevi dhe të strehohet në ndonjë vend tjetër perëndimor. Por Zelensky dhe ukrainësit vendosën ndryshe. Ata vendosën të luftojnë, vendosën të mbrojnë vendin e tyre, vendosën të kundërvihen një kundërshtari shumë fish më të fuqishëm siç ishte Rusia dhe siç besohet edhe sot, vendosën të luftojnë për liri dhe kundër robërisë. E lufta për liri e ka gjithmonë edhe çmimin e vet shumë të lartë. Se sa kushton lufta për liri, e din shumë mirë natyrisht edhe shqiptarët, në veçanti shqiptarët e Kosovës që u përballen me vrasje, me dhunë, me dëbime masive, me djegje, por në fund çliruan vendin e tyre. Ukraina ka përjetuar humbje të mëdha në njerëz. Janë vrarë qindra mijëra dhe janë dëbuar miliona. Shifrat e sakta nuk dihen akoma. Vlerësohet se dëmet e deritanishme materiale në Ukrainë janë diku rreth 588 miliard euro. Kështu janë llogaritur. Por humbje të mëdha ka përjetuar edhe Rusia. Rusia është futur për të marrë nën kontroll të gjithë Ukrainën dhe për të rrëzuar qeverinë në Kiev. Por këtë qëllim nuk e ka arritur. Ajo ka okupuar diku rreth 20% të territorit, siç thuhet, por trupat ruse kanë ngelur tani diku te Donbasi dhe kohët e fundit, siç thon burimet amerikane, jo vetëm që nuk po përparon, por forcat e Ukrainës kanë arritur madje të rikthejnë rreth 120 kilometra territor, të paktën kështu thuhet në studimet e fundit. Ukraina nuk do të kishte mundur të përballonte sulmet ruse pa ndihmën e Amerikës, pa ndihmën e Bashkimit Evropian dhe pa ndihmën e Gjermanisë dhe shumë vendeve të tjera perëndimore. Kjo luftë e ka kushtuar shumë Ukrainën dhe Rusinë, por e ka kushtuar shumë edhe Bashkimin Evropian dhe Gjermaninë. Gjermania në fillim, besoj se ju kujtohet, kishte dërguar në Ukrainë rreth 5.000 helmeta që shkaktojnë një përqeshje nga shumë kush në fakt. Por Gjermania sot është një ndër mbështeteset më të fuqishme të Ukrainës. Gjermania ka dërguar në Ukrainë armë dhe ndihma ushtarake në vlerë prej rreth 50 miliard euro. Kështu vlerësohet. Ndërkohë që për projekte civile janë ndarë edhe rreth 40 miliard euro të tjera. Këto të dhëna i ka konfirmuar edhe vetë kancelari Merz. Sa janë të sakta nuk mund të thuhet, por ai ka konfirmuar. E të mos harrojmë që në Gjermani kanë ardhur diku edhe rreth 1.3 milion ukrainas, të paktën sipas të dhënave zyrtare. Ndërkohë që dëmet ekonomike të Gjermanisë nga kjo luftë janë vërtet të mëdha. Para luftës, Gjermania furnizohej me gaz të lirë nga Rusia, rreth 56% e gazit vinte pikërisht nga Rusia, ndërsa sot Gjermania nuk merr asnjë kubik gaz nga Rusia, e kjo është dashur të ndryshojë shumë shpejt dhe ka kushtuar jashtëzakonisht shumë. Ekonomia gjermane ka përjetuar humbje të mëdha për shkak të kësaj lufte dhe kjo është e qartë. Por kjo luftë ka ndryshuar edhe strategjinë mbrojtëse në Gjermani. Ky vend ka vendosur para 4 vitesh, pra më njëherë pas invazionit pak a shumë, që të investojë rreth 100 miliard euro për ushtrinë dhe për mbrojtjen. Kjo ishte në kohën e kancelarit Scholz, ndërsa tani qeveria e re me kancelarin Merz kanë vendosur që të investojnë për mbrojtjen dhe për ushtrinë edhe qindra miliarda euro. E disa thonë se këto investime do të shkojnë deri në rreth 1.000 miliard. Ndërkohë që në Gjermani është futur edhe shërbimi i ri ushtarak, fillimisht vullnetar, por kujdihet, nëse nuk lajmërohen ushtar të mjaftueshëm, pra ushtar aq sa kërkohet,
atëherë do të futet edhe ndonjë formë tjetër e shërbimit ushtarak, por të mos spekuloj tani, të shohim se si do të shkojnë gjërat me shërbimin vullnetar. Të gjitha këto të dhëna duhet të paguhen diku dhe dikur dhe nga dikush, por pyetja shtrohet. A ka zgjidhje tjetër kur e ke një kojshi kaq të keq dhe kaq të rrezikshëm si Putini? Të përmbledhësh 4 vite luftë miq të dashur në një video është vërtet tepër e vështirë, është e pamundur, por këto janë pak a shumë gjërat më të rëndësishme që kanë ndodhur në 4 vite dhe më e keqja është që akoma nuk ka ndonjë proces të rëndësishëm për të cilin besohet 100% se do të jap fund shpejt kësaj lufte. Putini është i bindur se do ta fitojë këtë luftë akoma. Zelenski dhe ukrainasit besojnë se mund të mbrohen me sukses nëse furnizohen me armë të mjaftueshme, ndërkohë që në sondazhet e fundit plot 65% e gjermanëve thonë se Ukraina nuk duhet të heqë dorë nga territoret e veta dhe duhet të vazhdojë luftën. Se sa vërtet do të vazhdojë kjo luftë, akoma nuk e din askush. Shumë çka varet edhe nga pozicionimet e Trumpit dhe të Amerikës, i cili është i vetmi i cili në fakt po zhvillon një proces paqësor tani, por edhe këtu ka pasur lokatje të shumta muajt e fundit pra në politikën amerikane. Personalisht shpresoj se nuk do të detyrohemi të flasim edhe për 5 vjetorin e luftës në Ukrainë, por për momentin këtë nuk mund të garantoj askush. Po ju miq të dashur, çfarë mendoni për këtë luftë? Dhe si e shihni perspektivën e kësaj lufte? A do të arrijë Ukraina vërtet të mbrohet? Dhe si e shihni rolin e Gjermanisë në këtë luftë? Si e shihni rolin e ardhshëm të Rusisë? Do të ketë edhe ndonjë sulm ndaj ndonjë vendi tjetër, apo Putini e ka mësuar leksionin tani tek Ukraina dhe nuk do të futet më në aventura të reja të ngjashme që eventualisht të sulmoj edhe ndonjë vend tjetër të NATO-s? Në Gjermani dhe në shumë vende thuhet se Rusia do të jetë e gatshme që të sulmojë ndonjë vend të NATO-s deri në vitin 2029. Pra, ka vërtet çështje dhe pyetje të shumta që mund të shtrojmë dhe që mund të diskutojmë bashkë. Nëse doni, më shkruani këtu në video dhe mund të komentojmë së bashku. Dhe mos harroni të abonoheni në kanalet e mia, sepse në këtë mënyrë ju vijnë pra të gjitha videot në kohën e duhur, në kohën reale dhe nuk keni nevojë të kërkoni. Faleminderit që jeni me mua dhe mirupafshim.